Unë e quaj këtë një infrastrukturë, e quaj një proces i cili po akumulohet me kohën dhe në kohë po forcohet, po ndërton gjymtyrët e veta dhe po i tregon, si me thënë, realisht çarkocke janë shqiptarët që ashtu si shfaqen si dobët dhe të parealizuar, në fakt kur marrin vendim, ata nuk shiten më nga sheshet. Kjo është karakteristik zakonisht e popujve që janë të përullur pa ma ku ngren krye ta thyn kokën. Këtu është dëmtuar vetë koncepti publikës dhe një nga gjërat që vuajnë shqiptarët është që u është marrë publikja dhe duke u marrë publike është marrë i pjesë të tyre dhe unë mendoj që the në ndërgjegjen e tyre ata janë cënuar dhe tek identiteti i qenurit shqiptar. Sepse nuk mund të ketë Shqipëri pa bregdet, pa natyrë, pa lokacione, pa histori, pa marrëdhënie me peizazhin, nuk mund të ketë identitet shqiptar. Ndaj kjo protestë është jashtëzakonisht e vështirë për të ndaluar, sepse është infrastrukturë, nuk ka ditë, nuk ka datë, nuk ka kufi, nuk ka i grupim preferencial, nuk ka i parti politike që e thret, pra nuk ka asnjë gjë segmentare, po ka shumë elemente që janë përbashkësuese dhe që janë, unë mendoj që janë përtej fizikes dhe që ka një nivel simbolizmi shumë të fortë dhe ka një farë, si me thënë, kundrimi abstrakte, që është shumë e rëndësishme dhe që neve na ka munguar. Pra, protesta nuk po shkon thjesht tek organizimi fizik, po po shkon drejt vlerave. Mendoj që ka ndodhur një fenomen i rëndësishëm ku hapësira digjitale është politizuar. Çfarë do thotë politizuar? Që njerëz nuk e përdorin hapësirën digjitale thjesht për të arritur të tjerët, po e përdorin dhe për të bërë një lloj introspeksioni me veten, për të komunitarizuar, për të komunikuar për çështjet e përbashkëta dhe mbi gjitha për të goditur pushtetin. Sot të godasësh pushtetin është një kontent jo i mërzitshëm. Politizimi i Instagramit sot nuk është diçka e mërzitshme, po është diçka që njerëzit i përmbush, si më thon, të braktisi atë hapësirën fare personale për një interes, për një shitje, për një komerc dhe t'ja kushtoj atë vëmendje luftës ndaj pushtetit dhe për demokraci dhe për mirëqenie. Unë mendoj që ky është revolucion i jashtëzakonshëm. Kjo është, si më thon, një nga disfatat më të mëdha që ka pasur pushteti dhe prandaj u lëret si një çmendur, një spital psikiatrik, algoritmi, sepse praktikisht për ata teknologjia ka qenë thjesht një manufakturë e manipulimit dhe ka qenë thjesht një infrastrukturë shtytse. Ata nuk e kanë kuptuar ndonjëherë që në një teknologji si shtyn ashtu do mund të marrësh. Unë sot nuk e ndaj dot më ku është aktiviteti fizik dhe ku është pjesa digjitale. Mendoj se këto janë të shkruara dhe ushqejnë njëra tjetrën. Dhe prandaj dhe kam qenë pakundra këtyre që thonë jo të rritë memeve. Unë nuk mendoj që kjo është protestë memeve. Kultura digjitale është përkthyer një artefakt politik, por nuk është e vërtetë që këta janë meme. Këta nuk janë disa entuziast rrjetit që thotë shoqë që po dalim fizikisht për të bërë famshëm rrjet. Këto janë njerëz që ushqejnë rrjetin nga ngjarja fizike. Shiko, pushteti, aq më tepër kur është i përqendruar, është një burim. Mund të ketë disa kanale, mund të ketë disa faqe, po është një burim. Ndërkohë që qytetarët horizontalisht nga faqet e tyre, madje edhe duke ushqyer nga ndërveprues në faqet e tyre, për mendimin tim çdo profil është një lloj kanali, nuk është thjesht një profil account, një profil Facebook apo Instagram. Po është një lloj kanali ku gëlon opinioni publik. Kurse pushteti i ka ngushtuar kaq shumë resurset e veta për arsye sepse nuk e ka të mundur sot ta bëj komunikim në mënyrë demokratike, sepse do t'i shkatërrohet mesazhi. E vetmja formë që ka është të gjuhej si puna atyre që hedhin gurin dhe fshehin dorën. Pra gjuha në distancë, krijon disa fake account-e, krijon disa mekanizma, por nuk ka mundur dot të ndërtoj një rrjet, një network. Vetëm keni parasysh që sot të tërë komunikimi është i përqendruar tek profili i një individi që është kryeministi Rama. Është interesante kjo lufta me sloganet dhe poshtë sorosiane doli fiks 1-2 ditë mbasi erdhi George Soros në Tiranë, që për mendimin tim e solli kryeministri me qëllim, sepse asociimi me dhëndrin e presidentit i ka krijuar shumë kosto dhe duhet shpërndar pak përgjegjësia.
për të thënë që unë jam me këta, po në fund fare ngelem Sorosian. Dhe kjo është loja e komunikimit që bëhet, dhe këtu dihet që është ngjizur një teori e cila për mua nuk është e pa bazë. Për mua ideologjia e Sorosit është shumë e rrezikshme, por tjetër gjë është të sulmosh ideologjikisht dhe me arsye një teori, dhe tjetër gjë është ta fusësh atë ideologji, ta lidhësh me një person dhe thuash ky është origjina e gjithë keqes. Ndërkohë që ne e dim kush është origjina e gjithë keqes, dhe origjina e gjithë keqes nuk është thjesht një person, por është një rrjet i tërë interesash që ka kapur Shqipërinë për fyti. Lufta, mendoj unë, me sloganet është një fushat që bëhet për mendimin tim nga disa grupime, por sidomos nga dy partitë kryesore. Të dyja partitë kryesore janë të interesuar që kjo protestë të dështojë. Këto mbështetjet e statusit e Facebooku mbas pilafit, mbas ja 2-3 javësh që kishte filluar protesta, janë të tëra të falsëta dhe janë të pasinqerta, kërkojnë që protestën, si më thënë, ta lodhin psikologjikisht. Këto në teoritë e komunikimit quhen psy-op, quhen operacione psikologjike. Dhe sigurisht ata që i bëjnë janë ustallar, por dhe ne duhet të tregohemi lartësi, të luftojmë në mënyrë horizontale siç kemi bërë. Kjo protestë ka arritur shumë fitore dhe fitoret nuk janë shumë kollaj të dukshme, sepse dinamikat e opinionit publik, dinamikat sociale, dinamikat të kalimit mendësisë, për procese që ndodhin komunitet në lagje në ato që quhen zonat granulare në komunikim, janë jashtëzakonisht shumë komplekse dhe nuk mund ta thuash realisht cila është, si më thonë, ngjarja më e madhe e kësaj proteste, sepse unë mendoj që po ndodhin shumë ngjarje përtek këtij bulevardi. Fitoria më e madhe e kësaj protestes është që kjo ka ngul në trurin dhe në mendjen e shqiptarëve që kjo klasë politike është e marrë fund. Pra, interesante e kësaj proteste nuk është thjesht për të hedhur kryeministër, nuk është thjesht për të hedhur qeveri, por është për të ndarë moralisht nga një klasë politike që ka tregon një hop moral të jashtëzakonshëm, që ka tregon një emancipim të paimagjinueshëm